i prokurorisë nuk e pranoi propozimin e Altin Dumani në 2024 ku tha tu zgjatet mandati prokurorëve të SPAK-ut, ashtu siç kanë gjyqtarët që janë pa mandat. Nuk e pranuan. Ishte domethënë debati që ka bërë më duket me një prokuror aty në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ai thoshte jo se rrezikohet të drejtat e njeriu. Se ku rrezikoheshin drejtat e njeriu nuk e di, po kjo ka qenë arsyeja që nuk. Tani të fundit Vladimir Mara për cilën e folëm. Pra ne bëm po themi një portretizim, një profil për secilin nga 18 prokurorë nga 20 që janë pjesëtar të trupës së SPAK-ut, sepse dy nuk kanë të drejtë të rikandidojnë, zoti Arben Kraja dhe zoti Altin Dumani, për 18 prokurorët e tjerë një portretizim, por 4 mbeten gjithmonë ata më potencialet për të qenë kandidat. Pra, edhe një herë, Adnan Xholi, Vladimir Maro, Klodian Brau dhe Anita Jella. Nesër si fillon procedura, Mirela? Duat më sqarosh këtë. Do hapet gara, do jep një afat për dorëzimin e gjitha dokumentave. Do lënë një afat ata dhe pikërisht lëndja e atij afatit unë që domethënë e dyshoj një çik që mund të jetë 2 ditë para se të mbyllet, domethënë të jetë afati i fundit, mund të futet një kandidaturë të cilët edhe mediat do ta kenë shumë të shpejt, domethënë do jetë kaq e shpejt kjo lloj kandidature si e parashikoj unë, që mund të jetë kaq ashtu që do kenë kohë as ta lakojnë kush është ky qysh e tek. Mund të futet, nëse do jetë ndonjë figurë që e kanë amerikanët për zemër ose mendojnë se mund të jetë vazhduesi ose trashëgimtari. Dhe pastaj do vazhdojmë atë që është intervistimi i gjithë. Po, intervistuesi i gjithë. Do fillon intervistimi. Por që vetë ajo do bëhet live? Unë nuk e di tani se si funksionon. Edhe ka dhënë live dhe se ka dhënë live, sepse ata do rapin. Unë di që të gjitha ka qenë të diskutimet, ka qenë të zbardhura. Sa di, gjitha intervistimet që janë bërë kanë qenë në pranin të gazetarëve, mund të mos jenë në pranin e gazetarëve. Por unë di donë që herën e parë kur Xholi ka si ka qenë, më kujtohet domethënë se e prevaloi debati. Unë e di që ka qenë e hapur. Pra intervistimi është bëri hapur. Dhe ai ka kërkuar ndër të tjera, ka kërkuar dhe pajisje përgjimi për fazën e hetimit. Pse po them këtë gjë tani? Po, sepse do vi një ditë që le themi materialet nga SKCC do shtrojnë. Atëherë si do vazhdojmë me Ska SKCC. Atëherë kjo është prova më e madhe që i takon tashmë pasardhësit në SPAK. Ky është element shumë i rëndësishëm. Po. Ska e që mbaron, thot Dipan Laçi. Po pastaj, çfarë do bëjmë? Do të përgjoj programin? Jo. Çfarë po përmendim shërbim informativ të shtetit? Tani ke drejt. Po është institucioni është vërtet. Më i fortë dhe më bazamenti i SPAK-ut. Pa shërbim informativ të shtetit nuk punon dot SPAK-u. Edhe këto krime që po bëjnë. Unë sa kam parë, tani ndoshta kjo është drejt se është drejt, por me sa di shishin këta kanë lënë mjut. Po pra ka dhënë Vlora Hysenin. Unë s'po shikoj Vlorën as gjikundi. Tani, jo, më fal. Nuk shikohet që. Jo, nuk shikoj. Patjetër. Ka një lloj, ishte ky para se kishte, para Barish Shaqirit. Kush ka qenë? Visho Ayazi, ishte Bariu, ishte Visho. Elidon, ka qenë Elidoni. Është institucion shumë i rëndësishëm dhe këto krime që sot po bëhen siç u trondit Shkodra. Se policia nuk ka informatorët e vet për të kontrolluar territorin, ku janë informatorët? Duhet të kenë po patjetër, e kam fjalën për pjesën e informatorëve të territorit. Shpeshherë këto masakra dhe këto vrasje mund të eliminoheshin nëse do kishte mjete të dhura, sponsorizime të forta të shishit. Dhe sigurisht që do të ishte në shërbim të SPAK-ut për gjithë informacionin ata marrin. Me sa di, dhe me sa kam po të frazë pak kujtesës, di doon që tashmë materialet grumbulluara nga shish janë në një dorë më të ngushtë që është kryeministria dhe presidenca, aty ku shkojnë dhe raportojnë. Tani nuk e di se cili është roli bashkëpunues midis SPAK-ut dhe shish. Unë nuk e kam parë në asnjë aspekt. Nuk po përmendet kjo, është detaj shumë i rëndësishëm nga ana e media duhet të insistojmë fort që çfarë bashkëpunimi ose nuk i zgjur pyeti ndonjëherë Altin Dumani, çfarë bashkëpunimi keni juve me shishin? E ka thënë drejt për drejt, domethënë që nuk vjen asnjë lloj informacioni nga ana e strukturës së policisë ka bërë policinë. Jo zvena informacion, por drejtues të policisë janë pjesë të organizatave kriminale. Disa nga drejtues të policisë po janë të lidhur me krimin. Disa të uniformave blu, ka thënë Altin Dumani, janë të lidhur me krimin. E ka thënë. Kështu që në këtë aspekt është qartë që ka një skizëm midis
SPAK-u dhe Po sepse ne SPAK-un e marrim kështu sikur është prokuria e përgjithshme, në fakt ne kemi dhe prokuria e përgjithshme. Pikërisht. Po, ajo është më shumë administrative tani, se sa Altin Dumani insistoi fort që edhe kufiri për ndjekjen e veprave penale, që e ka në një kufi të vogël në lek, e kupton të rritet kufiri, thot ai, sepse ne po ngjeshemi me dosje me krime të cilat mund t'i marrë prokuroria e përgjithshme. Ai që po thosha unë, pse ju referova Sky dhe pse u ktheva te Sky, është domun që disa për personazhe të njohur të botës krimit në Shqipëri janë identifikuar në përmjet materialeve që kanë ardhur nga partnerët tanë në Francë. Po pse duhet të jenë partnerët tanë shishi vrasje të tëra që janë kryer në Shkodër, në Elbasan, janë zbardhur në përmjet këtij mekanizmi. Pra ku janë atëre institucionet e tjera? Pikërisht. E disa i fort ka qenë sigurimi i shtetit në kohën e diktaturës. Sigurimi i shtetit. Po po flas, ka qenë armë shumë e fortë. E diktaturës proletare. Po Mirela, çfarë thua Mirela, se na hoqë trurin tani. Jo, sigurimi, ka qenë sigurimi i shtetit që u zhdurua në shish. Këtë po un po bëj në mënyrën se si është domethënë ka bërë transformim. Kishte, për të ruajtur shtetin. Por te kishte arma e fortë e diktaturës proletariate. Ajo sigurimi i shtetit. Ishte vetëm për shtetin. Por në një shtet që të figurojë pjesa e qetësisë, pjesa e luftës së krimit, shishi është organizat, është një institucion, duhet të jetë fonde të fuqishme, duhet të kenë burime njerëzore të mëdha, informator, në mënyrë të tillë që të jenë në funksion të SPAK-u, nëse duan vërtet që të kemi të luftojmë krimin e organizuar, të luftojmë. Jo, ti ke informacion. Jo, nuk kam informacion, s'kam unë them, edhe kur u hakeruan, që u temtua nga 2 persona që u hakeruan emailët e prokurorëve të SPAK-ut, kanë qenë ish punonjës të shtetit ata, një ka qenë i drejtorisë së bugjeve dhe tjetri ka qenë i studi i mbrojtjes së territorit. Kanë qenë 21-22 vjeçar, kanë qenë ato që hakeruan emailët e prokurorëve. Atëherë po pse duhet bër kjo, domethënë je në një stad tjetër dhe të zhvillimit të teknologjisë. SPAK-u duhet shikojë mirë ose dhe kandidaturat që do të vinë pas Altin Dumani, duhet shikojnë që edhe pjesa administrative duhet jetë e trajnuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe pjesa informatikës, se tash sot nuk luftohet më krimi, sot do jesh më i vështirë krimi. Nuk ka më krim, domethënë me armë, me vrasje, sigurisht që po, tash krimi vjen në një shkallë shumë herë më të lartë. Vjen më i sofistikuar. Më i sofistikuar, tani do jetë më e vështirë për SPAK-un, është një sfidë e jashtëzakonshme me kohën që po jetojmë. Ndaj thashë këtë gjë domun që tani një pyetje, a jemi në fazën që SPAK është një sanduiç mes PS-së dhe PD-s, pra të dy palët e kanë sulmuar realisht, e thamë dhe në fillim, po është një status tani, po themi publik që e ka marrë SPAK-u, pra unë do thosha domun që SPAK-ut i pëlqen ky status. Sepse kështu është në rregull. Kështu është në rregull. Do të shpesh me këtë. Ne kështu duhet ta sepse kështu me këto mbulon mendat e veta. Duke sulmuar njëra, mbulon mendat e veta. Po. Duke sulmuar njëra dhe krau tjetër mbulon mendat e veta. Është normale që politika të jetë kundra SPAK-ut. Nuk ka dëshirë. Jo, a jemi ne në këtë fazë? Po, sigurisht po. Dhe është mirë? Nuk them as është mirë, as është një realitet që duhet ta pranojmë. Edhe SPAK-u është e pranon këtë lloj realiteti. Është në mes të dy sulmeve, domethënë të dy krahët e politikës, nuk e duan njëri SPAK. Dhe nëse ka bururuar diçka SPAK-un në Altin Dumanin, është pikërisht kjo. Si nuk e bëri njëri pyetje zotit Berisha dhe për ty tani e kam këtë. Ti ishe aty kur doli Berisha di? Jo, nuk kam. S'ke qenë aty. Që ai cilëson Altin Dumanin krye kriminal, kryetari i bankës e tjerë. Zoti Berisha, një pyetje të thjeshtë. Zoti Berisha, a mund të ftojë Departamenti i Shtetit kryetarin e IBAN-dhe